Ju pacha, bashkë me Kion. Me gjithse ai ma prishikeq sonte. Mos e ndale. Dëgjoj Teki, se këtë nuk ta kam thënë. Po t'ishte për ka gjë, e eronim. Do theshim se u rrit pak mendja dhe kaq. Ora ju e oqi Petraqin nga sektori. Këtë nuk e besoj. Kurse ajo s'ka pasur fare deni. Kështu? Po pse hahet kjo? Ju pacha. E mrekullueshme. Çiftit i urojmë jetë të lumtur, Zarifi. Një person që ti nuk e kishe llogaritur, nuk e kishe futur në listë. Jani Golemi. Ka këtu në i simbol të veçantë apo është thjesht simbol dasme? Gjithë më nderojnë, më respektojnë, kurse ai e besi ma përplasi punët e kjuth. Se zi i kuna la dasme. Kanë sjellë gjëra shumë të bukura. Dhe të vlefshme. Pa hapë. Benzire. Sa mirë. Kur i shikoj gjitha këto më ka frika të betohem. Pse frika? Po janë borxhe më burr? Borxhe, po edhe ndera, ma. Shpesh nga një firma ime përfitojnë 10 fisha më shumë. Se kush erdhi? Oh, mirë se erdhet. Urdhëroni. Jam i se erdhe, komandant. Gëzuar o kjo. Kësim paq të lumshin këmbët, urdhëra e ullë. Po ha, si ke nga shpia? Gruan mirë. Mirë, faleminderit. Djali mirë është. Mirë, të falake. Faleminderit shumë, rrofsh. Të trashëgohet dhe Iliri. Gëzim paq e faleminderit. Së lajmërova se helbete rruga, thash, mosha. Po qefi ma kisha, ma. Teki Maliki ka akoma forca të nderoj miqtë e tij o kjo. Po se cili bën til. Po si të shkon puna kjo? Po ja, me telash, o komandant. Me shqetësimet përdiqme. Në rami kur i zbar e rand shumë. Përpiqu ta mbash mirë. Drejt. Se po tu anua barat merr me vete. Atë po bëj edhe unë. Edhe me shok. Se barët e rënda nuk mbajnë vetëm. Se tu e në kurizin te? Këtë drejt. Po si kalon andej me shëndet, me punë. Në një hal keja, s'keja. Hal? E. Nuk jemi pa halë, mërjo.
Po unë erdha të të shoh. Të të uroj dhe për djalin. Po këtë që ke? E kishtë takso plaka për Ilirin. Faleminderit shumë. Po ti ku do vesh, ri? Po kemi dhe punë tjera o kjo. E po mirë, krye ato punë, edhe ktheu se shtëpi kemi plot. E shoj që shtëpi keni plot. Ja, erdha. Ju pash. Faleminderit. Ja dhe se fëbregu. Ish kreti. E s'djallë kish bërë nëna. Se aroj do të atë natë para se të vritej. I kish rën një gas që shtë të them. Këndon të një këngë që kam akoma në vesh. I kish rën një nur. Mirë thonë. Njeriu u bë ka i bukur para se të vdes. Dale Sofë. Dale të të bëj një fotografi, i thash. O e shkrepa aparatin. Ishte me këngën në gojë. Po këto që ke? Andri mi dha. Janë fotografit e ti. Shikoma që pas ka sajuar. Pas ka prerë edhe të kinë. Dhe nuk mjafton me kaq. Po i pas ka bërë edhe me ngjyra. Po pse? Si pse? Po, ndoshta mendon se posti i ri i kërkon të kaluar më të lavdishme nga që ka pasur në të vërtet. Nderi shumë. Lo sai come andò, vero? Ero addetto alla gru, lavoravo su un gesto. Lo so come è andata. Il giudice Jani ishte pra. una trave di cemento Po. sulla testa di tua suocera non fosse una Nuk e kuptoj se ç'ka lidhur ka i shumë me të. Ti e di, baba. Ai po më ndihmon me fotografit për studimin që po bëj. Unë doja të bëja edhe një bisedë me ty, Ilir. Das më na vajti mbar. Megjithatë unë nuk jam ende i qetë. Një djalë kam dhe nuk e rrita që të mik nga shtëpia. E kemi bizetuar dhe herë tjetër, E baba. kemi biseduar, po unë akoma nuk e kam mësuar përsen. S'ka asnjë arsye të veçantë. Jeta tani kështu është. Çdo familje e re kërkon pavarësinë e saj. Edhe këtë ju e quani modern, apo jo? Apo nëse? Pavarësia e familjes që nga diçka moderne. Po mirë, më. Të tjerët e mendoni ju se çfarë do të thonë? Iliri dhe unë nuk mendoj më shumë për të tjerët. Po sigurisht që nuk mendoni, duket. Po tërë këtë shtëpi, këtë komoditet për kë e kanë dhënë? Kështu po ma shpërbleni, ha? S'di t'ju them. Nuk jam mësuar të më tregoni kaj dashuri. Kështu? Apo mos është një person i jashtëm që ndikon? Kush mund të jetë? Ai, miku i dikushëm, që të ladasën. Jani dhe. Nuk është mirë të flasësh kështu, baba. Në radhë parë për personalitetin tim. Po ju e kuptoni që ikja juaj e njollos personalitetin tim? Kërcejmë?
Rëmbeu rinia, Shako Andrea.